Në kontrast, ekstremizmi krishter dhe hebre ka marrë relativisht shumë më pak vëmendje, shkruan El Masri. Ndërsa shumica të krishterëve dhe hebrejve refuzojnë interpretimet ekstremiste të traditave të tyre fetare, është megjithatë e rëndësishme të shqyrtohen këto interpretime, veçanërisht kur përdoren për të justifikuar luftë, zgjerim territorial dhe politika ushtarake që godasin civilët. Lufta Shoba-Izrael kundër Iranit, e cila po justifikohet gjithnjë më shumë përmes narrativave teologjike ekstremiste të krishtera dhe hebreje, mund të detyrojë më në fund një debat mbi rrënjët e zemrimit të krishterë dhe hebre. Liderët politik amerikan dhe izraelit, figura ushtarake dhe politik bërës, nuk e kanë fshehur dimensionin fetar të luftës aktuale kundër Iranit. Javën e kaluar, senatorin nga Karolina e Jugut, Lindsey Graham, e quajti konfliktin një luftë fetare, ndërsa senatorin nga Dakota e Veriut, Kevin Cramer, tha se Shtetet e Bashkuara kanë një përgjegjësi biblike ndaj Izraelit.